Mjedisi online po ndryshon me shpejtësi. Ky mjedis na ofron hapësirë për të eksploruar pafundësinë e mundësive, por aty po ashtu jetojnë edhe rreziqet, siç janë hakerët dhe malware. Ata vazhdimisht ndryshojnë taktikat e tyre, kështu që ne duhet të mbajmë hapin me atë që po ndodh për të mbrojtur veten dhe të dhënat tona nga keqpërdorimi. Këto janë disa shenja që tregojnë se mund të jeni hakuar. Nuk mund të hyni në llogaritë tuaja sepse fjalkalimet tuaja nuk po funksionojnë. Filloni të pranoni mesazhe të rreme ransomware ose antivirus. Kërkimet tuaja në internet po ridrejtohen. Ndodhin çrregullime të çuditshme të rrjetit derisa jeni online. Shihni disa software të instaluar në kompjuterin tuaj të cilët nuk i keni instaluar ju. Të tjerët ju njoftojnë se dikush ka hakuar llogarinë tuaj. Ju mungojnë parat nga llogaritë që përdorni online. Kanë rrjedhë të dhënat konfidenciale. Për të mbrojtur veten, sigurohuni që të bëni disa hapa të thjeshtë, siç janë të keni një fjalkalim të fortë, të përditësoni pajisjet tuaja dhe të mos hapni ose instaloni të dhëna nga burimet e panjohura. Nëse besoni se jeni viktimë e një sulmi kibernetik, lajmëroni policinë lokale ose organizatën kombëtare që merret me krimin kibernetik në vendin tuaj.